Kuvendi miratoi ndryshimet e ligjit për deputetët, me të cilat në të ardhmen përfaqësuesit e popullit nuk do të mund të kenë shtetësi të dyfisht. Kjo nismë u dorëzua nga VMRO-DPMNE pas vërejtjeve të opozitës LSDM se disa deputet të pushtetit kanë edhe shtetësi bullgare. Antonio Miloshovski tha se pas miratimit të këtij ligji, ai do të hyjë menjëherë në fuqi, pra do të vlej edhe për këtë përbërje kuvendore. За да биде пратеник во Македонското собрание, секој ќе мора да има само државјанство на Македонија. Овој закон планирано е да влезе во сила со денот на објавувањето во службениот весник, а тоа значи дека овој закон, доколку биде усвоен, ќе важи и за овој пратенички состав. Односно, оние пратеници кои што имаат двојно државјанство, нема да можат да бидат пратеници во собранието на Македонија. Kryetari i LSDM, Venko Filipçe, dyshon se kjo nuk do të vlej për deputetët aktual dhe për këtë arsye do të dorëzojë amendamente për të saktësuar që të vlej edhe në përbërjen aktuale parlamentare. Ai tha se do të propozojë ligj që të mos ketë shtetësi të dyfisht edhe për funksionarë të tjerë. Класична измама на власта, се предлага закон за државјанство на пратеници и се кажува, се предлага да пратениците не може да имаат двојни државјанства. И тоа е добро, но никаде не е јасно кажано дека тоа ќе важи и за овој актуелен пратенички состав. Затоа овој закон ќе го поддржиме и амандмански ќе интервенираме. Skënder Rexhepi nga Fronti Evropian është kundër, duke thënë se kjo zgjidhje është e paligjshme dhe antikushtetuese. Bashkëjetesën sepse dini, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, edhe në kohën e Jugosllavisë, kanë jetuar bashkë pa ndarë me shqiptarët e Kosovës dhe sot keni shumë qytetarë të Maqedonisë së Veriut që janë edhe shtetës të Republikës së Kosovës dhe padyshim e kanë të drejtë të plot ligjore, kushtetuese, juridike që ata të konkurojnë dhe të garojnë edhe për deputet dhe me këtë të drejtë u amohojnë, mundoni t'ju amohoni edhe atyre qytetarëve. Për këtë propozim reagoi edhe kryetaria e PLD-s, Monika Zajkova, e cila tha se ligji duhet të vlejë menjëherë dhe pa përjashtime për gjithë zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar.